Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar këtë herë DJ Gimbon edhe Selinën. Ju e dini shumë bukur, do me thënë jeni dëshmitar të një bisedi që ka ndodhur natën e mbrëmshme, teksa Selina ishte shumë e bindur që i thonte DJ Gimbos, unë nuk kam pëlqim për ty, do me thënë dëshironte që t'ja qartëson gjëra që ai të mos ndërtoj emocione, të mos ndërtoj ndjesi, të mos shoh ëndra në një farë mënyre me sy hapur. Të paktën kështu e la Selina të nënkuptueshme, që DJ Gimbo do me thënë të jetë i bindur që këtu ka përfunduar gjithçka dhe mos ndërto asnjë lloj emocione. Por çfarë ndodh? Selina nuk i qëndron besnike fjalës së saj. Do me thënë ka luhatje emocionale. Selina tani gjatë natës ngrihet nga krevati vet dhe futet në krevatin e DJ Gimbos, gjë që në fakt e befason DJ Gimbon, sepse ndryshe i foli në verand, ndryshe i foli në lavanderi e nderuara Selin, dhe ndryshe vepron në mbrëmje, i futet në krevat, dhe normalisht DJ Gimbo do krijon emocione. Unë mendoj që thellë në shpirt Selina e pëlqen DJ Gimbo, do me thënë ka një lloj simpatie për të, ka një lloj emocioni për të. Por frika më e madhe që e bën Selinën të merr këtë hapin është kjo pika që ajo ndoshta në shtëpi e sheh Gimbon si banor pak më të dobët në logjikën e saj dhe thot në qoftë se unë lidhem me Gimbon do ta humb mirin, humbja e mirit është humbja e lojës dhe unë nuk mundem dot që të jem protagoniste. Nuk dal dot në prime sepse me Gimbon do më njohin vetëm si për dashuri. Ndërsa gjatë lëvizjeve unë shoh që Selina i çon syt herë këtej dhe herë andej dhe i pëlqen që të ndan momente, të ndan biseda, të ndan sekrete që ndoshta miri nuk i dije me DJ Gimbon. Do me thënë Selina i ka treguar gjëra shumë serioze DJ Gimbos, i ka treguar në fakt gjëra private. Tani unë mendoj që shumë shpejt Selina do fillon të afrohet me DJ Gimbon sepse shoh një lloj pëlqyeshmërie në këtë çift. Dua të marr mendimin tuaj.